Mirë të nderuar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studion në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës për t'u ndalur në një çështje tepër delikate dhe do të flasim për gjatë minutave në vijim sa i takon ngjarjes së rëndë të ndodhur në një kopsht shtetëror në Gramsh, aty ku fëmijët e këtij kopshti janë infektuar me salmonel. Sipas informacioneve mësohet se të miturit kanë manifestuar temperaturë të vjella dhe dhimbje koke, teksa shenjat e para të helmimit janë konstatuar në fillim të javës. Fillimisht është pretenduar për një situatë gripale, por më pas rezultati i analizave ka evidentuar se fëmijët janë infektuar me salmonel. Për të diskutuar sa i takon të gjitha zhvillimeve të cilat të lidhen me këtë ngjarje, do të kemi një komunikim të drejt për drejt Erald Çarçiun, antar i Këshillit Bashkiak të Gramshit, ndërkohë baba i dy fëmijëve të cilët janë po pjesë e kopshtit ku është regjistruar kjo ngjarje e rëndë. Erald, të përshëndes, faleminderit që pranove ftesën për të qenë sot në Fox News dhe patjetër e di që është disi e vështirë për të folur në këto momente dhe për të diskutuar të tilla ngjarje të cilat në mënyrë absolute nuk duhet të ndodhin kur, por ne jetojmë në Shqipëri. Përshëndetje, faleminderit juve. Erald, për të kuptuar pak më shumë dinamikën e të gjithë kësaj situate, si ka nisur çdo gjë? Ne si familjar kemi marrë në grupet të WhatsApp-it ditën e njëjtë, kemi marrë njoftim në lidhje me këtë situatë, që duhet të vini të merrni fëmijë për të bërë një analizë, sepse një fëmijë ka pas simptoma të salmonelës. Dhe kemi marrë fëmijët, kemi bërë analizat, akoma nuk kemi marrë përgjigjet e analizave. Dhe fal Zotit, dy binjakët e mia nuk kanë shenja temperaturë apo diare, por një fëmijë shumë ka të paktën 5 ditë të kurohet, dhe disa fëmijë të tjerë kanë disa shenja në komunikimet me disa familjarë që kemi pasur. Rastet mundohen ta majtë të minimizuar për rasti shumë i rëndë, sepse edhe qoftë dhe një fëmijë e vetme, pse duhet të ndodhi. E qartë, ne patjetër i urojmë shërim të shpejt të gjithë voglushve të cilët janë prekur nga ky infeksion dhe fatmirësisht fëmijët e tu nuk kanë pësuar dhe nuk kanë asnjë lloj shenje të helmimit apo të infeksionit. Erald, dhe më vjen shumë mirë që e dëgjoj këtë nga ty. Ndërkaq dua të ndalem më në brendësi të situatës. Menjëherë pas kësaj ngjarje, a keni komunikuar me drejtuesit e kopshtit, edukatorët dhe çfarë thon ata? Si ka ardhur i gjithë ky infeksion për fëmijët? Se normalisht ka ardhur nga ushqimi, por ky ushqim i cili i jepet për konsum fëmijëve dhe voglushve të vegjël, ai është nënshtruar një kontrolli, duke ditur shumë mirë atë se çfarë ndodhi vetëm pak muaj më parë me rastin e pulës me salmonel? Po, kompania që menaxhon sjelljen e ushqimeve të fëmijës dhe ata e sjellin ushqimet dhe gatuhet nga kuzhinierët këtu në kopshtin në Gramsh. Dhe ditën e premte, javën e parë, supozohet që fëmia që është me salmonel ka ngrënë supule, ka qenë menuar supule, dhe ditën e shtunë të diel të javës së parë ka shfaqur simptoma diarree dhe temperaturë me 39. Aty është drejtuar spitalit Gramshit, nga aty janë bërë analizat dhe ditën e mërkurë, mos gaboj, është marrë vesh që është me salmonel. Ditën e njëjtë jemi lajmëruar me prindërit e tjerë. Dhe normalisht që salmonela ka ardhur nga supa e pulës, nga filetet e pulës që janë përdorur. Dhe unë si antar i Këshillit Bashkiak kam parë gjithmonë si shqetësim të tjera gjithmonë gocët dhe shikoja një makinë që shoferi bënte të gjitha, kapte ushqime, çonte ushqime, do të thënë një lloj higjiene, zero higjiene. Dhe kam ngritur Këshillit Bashkiak që duhet vi një kompani apo një operator nga Tirana, kur të gjithë pasagerët e Tiranës vinë blen mish në Gramsh.
Kjo është e çuditshme, pse mos ta marrë një nga gramshi dhe t'i japë fëmijëve të paktën ushqim cilësor. Ata i ngarkojnë në makina, nuk e di, domethënë për ekip që kanë ushqime, ngarkojnë, mund të rrinë me ditë ato ushqime. Ku të bëj rradha kopshit gramshit, bien ushqimet, pastaj sepse këtu ka një personel të shkëlqyer këtu, si ana e guzulierëve dhe e edukatorëve, ka një personel të shkëlqyer. Ideja është se ushqimet që bien Mirë, qëndron ideja që kontrollin e ushqimit duhet ta bëj tjetër kush, ka autoritetet të cilat merren me këtë pjesë dhe kam përshtypjen nuk i vendosim dot faj absolutisht asnjë personi i cili është pjesë e personelit